Tregu i quajtur i Çolës mes mungesës së investimeve ndërsa pritet të shërbej edhe si vend tregtimi për tregtarët e tregut të madh pas mbylljes së këtij të fundit për shkak të rikonstruksionit. Megjithatë, vitet e fundit tregu i Çolës ka regjistruar një ulje të numrit të tregtarëve, kryesisht për shkak të mungesës së investimeve ndër vite, si dhe rënies së fuqisë blerëse. Tregtarët që vazhdojnë ende të jenë pjesë e këtij tregu pranojnë një zëri se situata mbetet shqetësuese ndërsa ndërhyrjet e pakta të kryera janë realizuar me investimet e vetë tregtarëve. Sipas tyre, tregu ndodhet në kushte mjaft të vështira ndërsa edhe çmimet vijojnë të rriten. Ndërkohë, duke ju referuar faktit se pritet të zhvendosen edhe tregtarët e tregut të madh, ata shprehen se i mirëpresin duke shpresuar njëkohësisht edhe në përmirësimin e kushteve të tyre. Të tregut këtu. Ma vrej fare. Ma vrej janë shtërënka komplet. Ja mora banane 3 miliard. Çmimit e arritur, Ja arritur shumë fare. S'ke e këtu. Ja i pension marrëm 100 miliard. Po kushtet, si të duken kushtet? Kushtet, ma vrej janë. Ku jemi ne këtu është një kanal aty, as mu shkonja dynjaja. Po në treg këtu, si të duket që ndë? Ma vrej është e qere, shikon mitë bredhen gjithë natën në për to. Si janë kushtet? Kushtet, si që shkoni vetë, për fajirë zezë. Janë paksur tregtarët këtu, Po. apo bëhet gati vendi për të ardhur tregtarët e tjerë? Vendi ka, po të fash një 10-15 që është gati për tregtarët e Vlorës. Presim të vinë. Neve na bëhet mirë të vinë ata, pse ka më popullat pasaj të vinë. Edhe mbas rregullar. Ajo varet nga bashkia dhe plus njësma është privat tuja. Normal, unë këto këtu kam bërë me shpenzimet e mia, këto. Themi këto, me tënda me këto. Po çmimet si janë, ka psu ndryshime? Tani çmimet nuk kanë qenë si kanë qenë më para, janë më të arsyeshme. Këto nga 3.500 që çdo marrë ka vajtë 1.500, 1.600, po vëzë gjysmë për gjysmë. E shumë artikuj tjenë që nuk është fazme dhe për një pensionist mund të marrë, mund të konsumoj diçka. Këtë vite, çfarë shet? Po shes rroba gabi. Rroba gabi. Si janë kushtet tu? Ja, për i bret, nuk e shkon. Qa të themi neve? Për të larë duasht nuk kemi një pikuj. Një me nder banjë nuk kemi, se jemi gra, ku do vem? Njerë shes, njerë nuk shes. Është bërë gati vendi për të ardhur tregtarët e tjerë tu? Është bërë ja ato me jeshile. Ajo rara atje. Pastaj kjo pjesa këtu që jemi neve është ndarë në privat. A ky tregu është ndarë? Është ndarë, janë 3 veta. Ai që jemi ne është këtu, aty në mes është një tjetër, kurse ai Beni e ka bërë ashtu. Çfarë takse shpagoni ju? Pagojmë si që pagoni në bashki. Për një vend kam. Një vend aty e kam, po na s'ka njeri, i thash ati që do... Sa pagoni? 20 Muaj? muaj. Mendoni se ka ardhur koha që bashkia apo edhe për të ndërhyrë për kushtet që ku ju punoni? Po 2020 Do inshallah, ndërhyjë këtë treg. inshallah të vi. Bashkia të bëjnë një gjë, se edhe neve kështu nuk është jetë, që ja, s'bje jashtë, bje brenda, kur bje shi, frynë nërë këtu nuk rjetë. Keni që punoni në këtë treg? Ka sigur është hap tregu këtu. Sa vite? Po sigur është hap tregu të në qole këtu ja. Si janë kushtet? As mirë as keq, nuk thuash. Pse janë kaq pak tregtarë kanë? Po, ka rënë fuqia blerëse. Do vinë tregtarët e tjerë këtu të Flitet që do vinë, po Juve nuk kanë ju ardhur dëmton akoma. apo- Jo, nuk na prish as nuk. Mendoni se ka ardhur koha që edhe këtu të vjetë dorë në këtë treg? Po, mirë është të rregullohet, më mirë. Në tregun e Çolës janë vendosur edhe stendat e para për tregtarët e tregut të madh, edhe pse këta të fundit nuk e pranojnë me dëshirë këtë zhvendosje. Megjithatë, shqetësim kryesor mbeten kushtet e tregtimit, të cilat konsiderohen mjaft të vështira dhe problematike, duke ndikuar ndjeshëm edhe në uljen e fuqisë blerëse.